Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike është mbledhur këtë të mërkurë për të vullosur drejtimin e ri të partisë përmes një procesi votimi që pritet të shënojë konfigurimin final të stafit drejtues. Në fokus të vëmendjes mbetet gara për postin e sekretarit të përgjithshëm, ku përballë sekretarit në detyrë Flamur Noka është shfaqur deputeti i Fierit Sajmir Korreshi. Në fjalën e tij përpara anëtarëve të Këshillit, kryetari i PD Sali Berisha prezantoi edhe listën e plotë të kandidaturave për postet e larta. Për postet e nënkryetarit Berisha ka propozuar 3 çifte kandidatësh: Belin Kolliçin përballë Luciano Buçit, Jonathan Pano kundër Nikola Kedhit, si dhe Besa Manaj përballë Erisa Bajazitit. Ndërkaq nënkryetarit aktual Agron Gjekmarkaj dhe Gazmend Bardhi vijojnë të mbeten pjesë e strukturës drejtuese. Rikujtoj se në përputhje me një vendim të Këshillit Kombëtar të mëparshëm, 2 poste nënkryetar janë ex officio, për çka është pasqyruar edhe në statutin e partisë kjo. Në kuadrin dhe në frymën e kuvendit është menduar gjithashtu që një nga nënkryetarët të jetë përfaqësues i trive të Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë. Diaspora shqiptare, e cila po luan një rol të jashtëzakonshëm dhe në betejën kundër kësaj diktature, mendojmë se duhet të ketë një nënkryetar të saj në kryesinë e Partisë Demokratike. Organizimi. Ne kemi të gatshme një nga platformat më të mira për organizimin. Dhe do të rikthehemi fuqishëm në një organizim sa më të përsosur të forcës sonë politike. Modernizimi. Partia Demokratike është në periudhën e urtësisë artificiale, në periudhën, epokën e komunikimit digital. Paralelisht, Këshilli Kombëtar voton edhe për 14 sekretarët funksional të partisë, ku me semrave të spikatur bie në sy përballjet për organizimin, çështjet ligjore, digitalizimin dhe mbrojtjen e pronave. Përveç sekretariateve, do të zgjedhin edhe 5 anëtarë të rinj të Komisionit të Apelimit, ku në gar janë 10 kandidat, mes të cilëve Adriana Kalaja. Ky proces votimi iniciuar nga Berisha vjen si një përpjekje për t'i dhënë PD-s një fizionomi të re drejtuese në prag të sfidave të mëdha politike që e presin partinë në muajt në vijim.